أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Me njerë dhe vazhdojmë me dersin, se është pak I gjatë, dhe mundohemi sonte ta mbarojmë. Oni se thomë, kështu prap mu dëm kape do një temë, unë e vetë dhe dal nga tema, e ne prap dhe themi mbet për javën tjetër. Që mundoh dhe kështu, inshallah dhe mundohemi në kokën mos e ngrej shumë, e në me njerë ta lexojmë këtë qitap të bereqetshëm, ku tema ishte në lidhje me emrat e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Emrat kur thojshim, si cilësi, si tipare që I ka pas, apo edhe si gallapen e që I themi, apo. Themi ka qenë njeri shumë I mëshirshëm, e ne I thuish mëshirues është ky njeri. Sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Vazhdojmë tashme dersin ku kemi mbet faqe 291 të libri arabisht, libri në gjuhën shqipe, nuk e di sa ishte, afër 300 duke që aty dëkont ishte, ose pak më mbas. Një prej emrave të pejgamberit është edhe Nebiju Rahme, pejgamberi mëshirës, u Nebiju Teube, pra hadithin e fundit të lexoj, tjetë një përsëritje, pejgamber I Teubes, sidomos ky ummet I këtij pejgamberi të dashur e ka këtë privilegj se teuben e ka vetëm në zemër, është një moment, është një ndjenjë, edhe atë Allah nuk ja fal secilit, vetëm ata që janë të zgjedhur. E unë besoj se që këtu që jemi neve prezent këtu, tu ne spite hoxha, këtë jemi njerëz me teube. E ne kur e bëjmë dhe njerë bisedën, e në vinë xhamatlit, hoxha, abe, hoqi ka thënë vitit, kështu sillet. Hoqi ka thënë vitit, kërkunt gajlen për islamin. Mend kërkunt nuk I ka me islam. Unë I them, nuk është njeri teubes. Nuk ka bo teube në jetë ai njeri. Të ashtu pak keq kuptime e dini unë se I du hoxhallarët, sidomos man mosh që kanë qenë, e ma herët që kanë bo vazife, ama familjet e hoxhallarëve që kështu sprovohen. Sa I fëmia 24 orë shef islam, namazi duke shumë normal, apo gje par gje, për shumë I vogli ma bani, e pse shkojmë në xhami? Duhet falna. Qaç është sqarimi për një antar I familjes së hoxhës. Po bëjni dua xhamat, sidomos ju që jeni gurbeçar, udhëtar që dhe jeni në avion, duke qenë në udhëtim, apo me vetura, duke qenë në udhëtim, të luteni për fëmijët e hoxhës. Tash për tash një, e në për fëmijët e kitë hoxhallarëve lutoni. Nuk du ta kemi në shpinë tonë atë banalitet të namazit. Si e si kitë e falim, se jonë 5 vakëtli familjar të hoxhallarëve, ama u hika jonë djenja ai entuziazmi I namazit. Unë nuk du të na hike. E pse neves na hik, se jemi me teube, se ne kur marim njetë, bëna njetë ta fali aksham, mindrin teken para do viteve, e ne pse kisha hynë pubertet, nuk e falësha namazin. Për qatë, muslimani duhet çdo punë ta komentojë për hajr, shif mos falish namazin e të komentojsh hajr, mos ka, po hajt themi se. Ka dhe komentojsh tu hajrin, komentoje besim, apo ti vlla tjetër musliman, kur dëshojsh dhe një njeri me plot gabime, haj se une para disa viteve isha pa namaz. Po që drogë s'kam pa, drogë s'kam pi, kueli kumar s'kom lujt, taj namaz nuk ke fal. Për qatë Allah I naboni nasipat teube, fillon me namaz, mëkatet gabimet e qerve, ne nuk I shikojmë. E një pi kurtheve të shejtanit është, që këshu me hoxhallar me unguc, shumë ka dale fal, shumë shpejt fal, së në mbrojnë sejde, së në mbrojnë të spejt, o loqka I hoxha, pin bark nanës fal namaz. Si bëtë, po në shtatë zani e dini se nuk bëhet gruja me menstruacione, apo? E në bark nanës, ajo nane hoxhës, ka fal namaz, e në tu shku në sejde, në bebja në bark ka shku në sejde. Për qatë? Po, unë e para do viteve, ku I hargjojsha kohët e mija, ku I hargjojsha paret, a I ta di nivelin tem, tamam. E kimi qif në këtë. Këta u shumë frejk falet, këta u kësha u falet, nese, fiku ka do regula.
Nëse s'din të lexoje, ama s'ka hoxhallar që s'din të lexojnë, mirë po mirë është faken e seleksionim me bo, ama tash nuk o tema aty, që a thash be, 2 minuta nuk u bon drejt, unë e bon atë, elhamdulillah, e njoh veten shumë mirë. Po, Fakhrudin Razi e ka një kitab, në Ilmi Qelam, me Talibul Aliye. Thot, sendi i parë që dirë shu domosdoshmërisht është njeriu që e di veten e tij. Mirë po edhe këtu ka do pika që 100% nuk mund ta dish veten. Neve asnjë send po thuaj se nuk mund të dim 100% në mënyrë të përkryer. Dhe m'la përshtypje se thot njeri e din vitin e vet. Pastaj mos mundohemi ta mashtrojmë vitin. Mos shtiremi shumë të devotshëm, mos shtiremi shumë musliman të çuditshëm se ma pa dë çuditemi neve vet. Wa nabiyul malahim, emri i tretë ishte pejgamber i luftrave. Melhame i thujnë betejës, kur nxehet mirë aty situata, po edhe Armagedonit në fund që të ndodhe, ne që i themi Melhametul Kubra. E në une, si çdo profesion tjetër, du të përdori terminologjin që kalon librat e mia. Që kemi profesorin e informatikës këtu, Maus i thot besoj, ha? Miu nuk i thuhet se miu mund të një vajs aty për studentave të këcija, o miu, apo? Maus është e o. Tastaturi, themi, nejse. Hinte, my computer, thush, apo? Hape një new folder. Si i thujnë folderit shqip, hajde. Si i thujnë folderit shqip, nuk e dim, apo? Fshat terminologi është kjo. E në mjeksi ka kësi terminologjish, e në besoj se në tekstil ka, apo? Kjo për shembull është, thuje be do një material. Thuje do një, kishte be do materiale. Nuk e përkthesha të emrin e materialit në gjuhën shqipe, apo? E thuj qashtu si është, poliester, poliester, hyta përkthesh dhe njerë, poli çka do thot, jester çka do thot, jo. E në neve tash, takvalek, kur thëmë është takvalek, nebiu rahme, nebiu melhame, tamam. To mos i mirë si, ta kiesh emnin Orhan, si thamë emën turki, Orhan, e në thujsh fol shqip, rejbe rase. Terminologi është kjo, istilah i thujnë arabisht. Në çdo shkencë ka atë vetën, ne duhet ta rrujmë. Momentin kur i përkthim, hupet shkenca. Një hadith tjetër, pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, e tani melek, më erdhi mua një melajqe. Një ëngjëll, a thom ëngjëll shej. Një melajqe më erdhi. Fekale li dhe më tha, ente Kutham, ti e Kutham, pra që një emër. Sigurisht që ka kuptime të cilësisë kjo. Kutham do thot një njeri që i mbledh kitë të mirat në veten e tij, që i ndihmon shumë të varfërve, harxhon mundin, harxhon pasurin, këtë harxhon për tjerët. Pejgamberi alayhi salatu wasalam çashtu ishte. Kutham, tamam. Normalisht me e duhet ta lexoj, Kuthem. Si në Kur'an dhe në hadithe, thot Qadi Iyadi, kanë ardhur shumë cilësit pejgamberit alayhi salatu wasalam që mund t'i përmendim si emrat e tij. Si për shembull Nur. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë Nur, dritë. Wa nuran mubina. Neve kemi dërguar pejgamber si një Nur dhe mubinen që është qartësues, nuk le asgjë të paqartë në kokën tënde. Njëherë tauhidin ta mëson, që tauhid istilah është kjo. Njëshmërin ndaj Zotit ta mëson, pastaj nubuvetin ta mëson, të bindë se ky është pejgamber e nuk kje dyshime aty. Një dyshim i vogël i ka sfidu, urnoni, çka dojni? Çaj e hanën në gjys, e çajti. Salihu a.s. me devën, Hudi a.s. me qetërën, Ibrahimi a.s. shumë. Këtë pejgamberët kanë mucize. Qetër, wa siraj el munir, wa sirajen munira, që thot Allahu Teala në Kur'an. Siraj kandil, pishtar nuk e t'i vjen, munir që ndriçon, ismi faili i nurit, kur vjen në formën enara. Nur, e vëndesh enara, e tash unë e kam gjuse, dum pak të bojmë ma modern, mi thë prap nuk dum të leshojmë fen islame, mu kjo shumë pëlqen. Tamam, se cali Ahmet, Muhammed nuk gjaven e gjali, temnin e kuptoj. E në tash dom pak diçka që t'inglon ma interesant. Inara, vem pi që kësaj. Munir është ismi asaj. Ma para Munir ka pas emën. Munir. E kisha unë një fajzme. Si e, nuk e Mukbil e kishte emën. Mukbil nuk ka emën, po është Mukbil. Munir.
Po bene mini, po, mund tek, e në minirin e kom festa mo. E nga trova që i dullon. Wel mundhir, pra inara do të ndryqim, rënja e saj foljes, inara, me ndryqu. Wel mundhir, paralajmërues, wel nedhir, qashtu, këshillues, paralajmërues, wel mubeshir, ai që përgëzon, wel beshir, prap ai që jep mysh dhe përgëzon, wel shahid, ai që është dëshmitar, wel shahid, ai që dëshmon, wel haqqul mubin, wel hatem e nebijin, wel rauf, rahim, rauf, i but, shumë i but, ma i but se i mëshirshmi. E në ta dini, emnat ndikojnë, si t'ja vesh gjallit emnin rauf dhe jetë shumë i but, e në zdjalon e ndërgjegja të kthej fjali, inshallah. A Muhammed si t'ja vëndësh, shif, ketë këto emnat i ka emni Muhammed. Allah ja Rabi bëj Muhammedat halis hakikat Muhammed ja Rabi. Wel emin i besueshëm, qademe sidqin, një lagab tjetër i pejgamberit, qademe sidqin, kalon në Kurani Kerim, për ta ka qademe sidqin. Me përkthy buk falishe, që thomune, problemi është e përkthimi, qademi vën, këmbë, sidq e drejt. Që kiti kemi kom të drejta, po s'ka këtu do një virtyt. Qademe sidq është përdor për metafor, do me thanë, ku ka shkel, aty është një pozit shumë e nalt, prandaj pozita e pejgamberit është një pozit e nalt e lavdrueshme. Qademe sidq që kjojve. Wa rahmeten lil alamin, ai është mëshirë për gjithë botnat. Wa ni'metillah, nimeti Allahut. Nimeti Allahut e të kiesh iman dhe i pejgamberit a.s. Ene, qaj shpim brenda, pse se kom që këtë vetur, pse se kom qka të shtëpin, pse se mbona që ka qpare, nimet ma i math, bereqet ma i math se pejgamberi a.s. s'ka. Po më varet se, sa e kemi zemrën e lidhur për atë të dashu s.a.s. Wal urvetul vudhka, litari më i fuqishëm, kush kapet për litarin e sunnetit pejgamberit, është litari më i fuqishëm. E në veç, qatë që thashë fillim të dersit, para mendoni për qfar erësirave dhe qfar bataklëqeve në kanë zjera i litar. Qfar bunarit, thellë, kokë drites kishte. E në bunar nuk kishte ujtë pastër poshtë. Kanalizim ishte. Po u kapëm për sunnetin e pejgamberit a.s. shpëtu. Derin frymën e fundit, ja Rabbi. Urvetul vudhqa. Wasirat el mustaqim dhe rruga e drejt. Vet emnin ja kanë dhanë pejgamberit rruga e drejt. Wa nejmu thaqib. Ylli që e shpon e çan errësirën. Kur del ylli, në atë errësirë del një dritë, kalon në Kur'an, wa nejmu thaqib, in kullu nefsin lamma alejha hafiz. E nejmu thaqib, jesh referu pejgamberit a.s. si pas një mendimi të müfesirve. Wel kerim i ndershëm, i nderuar, wa nebijul ummi, pejgamber analfabet, kur e përkthej shqipja, ja? E në une, kom gabu, tash e pranoj që e kam lanë liber aty pejgamber analfabet, thash hajde, ku e dish ummi a dhe kuptoj njerëzit. Barem klapa ta kisha vu. Shif sa kesh tinglon analfabet. Mirë po ummi që ajo i vajnë. Një njeri që s'ka shkrim dhe lexim. Dhe është një tipar që vetëm për pejgamberin është lavdruse. Se për ndryshe dhe dyshoj që njerëzit mos vallë ka marrë për librave tjerë, e ne ka trillu vetë Kur'anin, e stakfirullah. Për qatë për të është një mrekulli, një mucize, një njeri që s'ka shkrim lexim, na paraqeset gjithë këto dije të thella dhe larg pamse deri në kiamet. Nebi ummi. Ndërsa për ne tjerët që jemi pejgamber, është një tipar më nënçmues, më rrezil se të jesh analfabet, ama sot kemi plot analfabeta me shkrim lexim, ç'kjo problem. Kësa i thunë jahil murakkab arabisht, do me thanë një gjahillek në katror i ven kjo. Ene është gjahil, ene nuk e kupton se është gjahil. Që din shkruje pin tastier aty, komenten TikTok, me ndonë se din, a më ne paramendush me qfar njerëzish kemi pun. Vetë se din shkruje, o ti dë një goril mere një muj, ushtroje, dë një shimpanzo, ushtroje pak, po su mësunja ditre lafet i shkruje, dhe zatë në këto qashtu, e shojë se su një gjodet lafet një në fund. Fa e fillon mirë, ma pa fund këlle mëllë. Fa e kuptojsh, ose ka dash të shaje, e në ilshon, mos si ti vaja aty, ose vërtet nuk ka, asi motorika e trundit nuk i punon, a i thash mirë ato fjallë.
E në neve tash, dhe i marim këto njerëz bas kriter, për derse, jo, sa shok, më kanë thonë, hoxha t'japi zheva pa ti gjitha ka buat video, adin, devimet, jo, belnoc, pse juve, a unë dikut për asaj videos? Jo, e unë t'isha marrë me atë, dhe kisha knaqat analfabetaj, thamë për asaj gjithë thot, e kuptoj se nuk e din gjë t'u fol. Nuk e din gjë t'u fol. Një njeri nëse një musliman e akuzon vetëm me kaq, se këtë akide nuk e kanë as krishtert, as jehudit, ta di se nuk e din gjë t'u fol. Elhamdulillah, kjo aftogoll. Ai gjë e kupton, ai gjë se kupton, ai për të marrë. Do me thanë më lavdroj, këtë akide nuk e kanë as jehudit që e prishën qitapin e tyre, Teuratin, as krishterët që e prishën Injilin. Elhamdulillah, do me thanë unë nuk e kam prish Kuranin. Kjo dul, ai gjë e kupton. Ai gjë e kupton. Në futballin kite kuptojmë. Kur jep aftogoll, kite shajmë. Kite shajmë. Rrotull e çojmë njerë, na bë, koma nun ta. Ja. Kin fe dha aftogoll se ne kuptojmë. E ne hoxha tash të miret me një analfabet, ta marr seriozisht, të harxoj bateriat kamerës, Wada'ien ila Allah që kalon në Kur'an dhe thirrës në rrugën e Zotit xhelle xhelalu. Dhe shumë tipare edhe emra tjera të bukura që i ka pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, si në Kur'an dhe Sunet, edhe në qitapet e pejgamberëve të kaluar, kalojnë shumë emra të këtij pejgamberi të dashur. Si për shembull, normalisht ato libra s'kan qenë arabisht. Qadi Iyadi, tash ne i përkthen ato arabisht. Si për shembull, emërtimi i tij me Mustafa. Mustafa, a ka këtu tani Mustafa? Së një vesh gjallit emrin Mustafa se Musti dhe e thejrin. Tafa dhe e thejrin. Fejnë unë e bëjsh atë gabim, ku e di janë. Njeri u e ka emrin Mustafa. Një kohë të shkurt e kisha shok banke. E ne di shumë muhabete me atë, kam elhamdulillah. Mustafa, i zgjedhuri. Edhe pse thujnë ulemat, këtë pejgamberet në të rësi janë të zgjedhurit e Allahut, po i zgjedhurin ndër të zgjedhurve është pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam. Vel mujteba, çashtu, prap mujteba i zgjedhur, ama shef ka sinonime këtu. Wa Ebil Qasim, baba i Qasimit. E dini arabët e kanë pas tradit me emrin e djalit më të madh ose me një tipar ti që e ke pas, për shembull Ebu Hurajra ka ranë në sy se i ka dar shumë macat dhe ka ushqyer shumë maca. E mu mendojmë se gjalin e parë ja kanë quajtur mac, baba i macës. Ebu Hanife. nuk ka dani gjal me emrin Hanife aty. As vajs nuk ka pat të thujmë baba i Hanifes, apo? Po është Hanif, do me thanë që e ka rujt tauhidin si duhet, e ka rujt islamin si duhet, baba i Hanifijetit, do me thanë. Ebu Hurajra, baba i macës. Mirë po edhe kanë përdor për Ebu Xhehl, baba i ignorancës, xahillekit. Me atë tipar, kur dallohet i kanë thënë baba i kësaj. E ne themi, apo, ki për këtë punë është baba. Lëvdat është kjo. Mirë po është përdor edhe me nofkën Ebu i gjalit më të madh. Themi, derisa i pari lindi kështu, Muhammed, unë e kam nofkën Ebu Muhammed. Tamam. A gjem bas ka një Ebu Bejan. Shi sa bukur tinglon. Qetër gjika këto. Ebu Seid. Mashallah. Oh, Ebu Said el Khudri. Nëse mirë. Shumë bukur dalin. Shumë bukur dalin, për çfarë duhet emna musliman. Ama kur do thuj Ebu. Do emna nuk shkon Ebu Besim. Nuk shkon Ebu Besim. Shet nuk e ka. Inshallah nuk kam preken, po s'ka lidhje. Nëse atër ta përmendi kështu me shifra. E dini këto emnat, mas Enver Hoxhës u pidafën këto emna, këtë e dim neve, për çfarë nuk ka kërkush i këtu dhe një qëllim fetar, edhe më mashtrohet dhe kushi. As kombëtar, kjo ishte vetëm një periudhë, t'i zhdukim këto emna Ahmed Muhammed, ma pa dalim te Justinian, Konstantin, tamam? Kjo ishte vetëm një fazë, po shqyqyra Allahut, ajo ndjenja islamit në ndet aty që thamë, jo be mane qaqa, besim dja vëndoj, durim dja vëndoj, ama ma ti që se kjo së ndalë, tamam, elhamdulillah, shpëtu më gjema, shpëtu, ama do familje, duket halis vazhdojnë për ka të parët e vetë.
Allahu gjithve na uzof, nuk e nënçmoj asnjërin. E tregon tash personin në fjalë që duhet flas me shifra. Gjyshja e vete, thoni ka lind një nip i bukur, i pari në familje. E çato vite do me thane, Hoxha, shqiptaria ndik. E në tash duhet t'ja veni emnin, e kjo ka prit si gjyshe dhe një Abdullah, Mustafa, Abdurrahman, edhin, si burin e vetë që e kanë qujt, babën e vetë si e kanë qujt, edhin emrat e parë, këshu, pastër gjuhën Shqipe s'ka pas, edhe pse tamam, nëson gjuhën Shqipe, t'kjet mana, kuptim pozitiv tamam, edhin nuk hysh në gjynaf, mos preket dëkush, edhin mos u ofendoj, ama jo dale me motive fetare, feve qera. Kulumtoje pak emrin çfarë kuptimi ka. Nese edhe tash, kër i kanë të regu gjyshes, se djave me emnin qëkshu, po kur dërrejtet si dhe i thujnë efendi, shef nuk shkon ki emën me efendi. E tash neve përjetojmë atë fas që bona hoxalar, pra besim, elhamdulillah, iman, besim gjuhën Shqipe, besim arabisht i buzëqeshur, një njeri që buzëqesh, unë e shpëtova, me ndoni jushtaj. Ama Resul shkon, Resul Efendaja, apo Jasin Efendaja, shaj sa bukur shkon, ama a dëshkoje me çdo emër. Nese, shpirtin ta kemi Efendi, në shpirt jemi alis musliman, emri është, tamam, i dorës së dytë, i shkallës së dytë, por është një lloj identifikimi. Ebul Qasim, piktu erdhëm, baba i Qasimit, gjali i par Qasim emnin, dhe ka ndodh një ditë, tu hec pejgamberi a.s. Njani e thirë gjalin e vetë, apo një njeri tjetër, jo gjalin, një njeri tjetër e thirë, i thot, o Ebul Qasim, arabisht kur dhe lezojmë me eba duhet të lezojmë, ja Ebel Qasim, o baba i Qasimit, pejgamberi sa më këthet urna, a mund e paramendojsh, në ti thush pejgamberi, jo gabimisht, nuk thira ty, e thira këtë tjetrin, se edha e ka pas nofkën, e naj person e ka pas gjalin e parë me emnin Qasim, Ebel Qasim, përndaj pejgamberi thot, emrin tem përdoreni, ama nofkën time mos e përdore. Përndaj Ebul Qasim nuk mund të mas kushi ta përdore kështu si lagap. Edhe me javu gjallit të parë emnin Qasim, ajo i takon vetëm pejgamberit. A Muhammed mundet. Wal Habib, i dashur, i dërguar i Zotit, shefatësiu, ati që di pranojt shefati, mushefa, el muttaqi, takvaja, i devotshmi, e ne devotshmi nuk është në gjuhën Shqipe, pse më shesi shallam më këtë. Wal muslih, ai që i rregullon punët, muslih, e kundërta e fesatit. Ai që nuk bën fesate, ai që është muslih. Dizet një fitnë aty, me njerë ta qetësoj si to. E pa e gjitha që më. A e pa e gjitha. Ja, ne bëhet fesati ma. A ka alamat kësi se këto, estakfirullah, nuk do të bëj gibet. Ama e mbushën këtë. E mbushën, barut. Wel muhejmin, i mirë, pa muhejmin, ai që është kitë bereqet, kitë mirësi. Wel sadik, i sinqert. Wel masduk, që është vërtetu sinceriteti ati. El hadi, udhëzues, sejidu veledi Adem, efendia i kitë njerëzimit, efendia i kitë pejgamberve, imami i të devotshmeve muttaqinve, wa qaidul gurri el muhajjelin, hajde tash, qaid imami, prijësi, i kujt e gurr el muhajjelin, i ati nurit që di kemi në gjymtyrët tona si duar dhe këmbët, pe abdesi që i kemi. Kjo i takon vetëm umetit ton. Neve kur marim abdes, thot pejgamberi a.s. botën tjetër do t'ju njof nga nuri që dhe keni në duart dhe në këmbët tuaj. Pika dhe vaja i nur, ti abdesit. Ti abdesit. Elhamdulillah, ja Rabbi, e bon e kolaj. Për dikë është, abdes nuk kom. I le namazet për s'ka abdes. Hajde e fali kaza, s'kom abdes. Po gjio be abdesi belaq. Po, zëtën e lajnë ftyrën çdo ditë. E ne pak durët, zëtën i lajsh. E ne pak ka bryllet. Që kamët? Krajnë njerë me farzi u bo, lëshk, farzi u bo. 4 janë farzet, 4. Mirë, po ne mi musliman që edhum pejgamberin shumë, marim abdes me gjithë sunnete, ama sajrë që të marim abdes, themi faliminderu Zot që na e bon e kollaj këtë punë.
Habibullah, Khalilur Rahman, Sahibul Haudi el Mawrud, pronari i haudit i ati bazenit, Sahibu Shafaati, pronari shafatit, wal Maqamil Mahmud, wa Sahibul Wasila wal Fadila wal Darajati Rafia, wa Sahibu Taj, këtë të kina lezu. Pronari pozitës së nalt që na ndërmjetësojnë botën tjetër. Sahibu Taj, e në këtë ndjojni çdo ditë në javë ndoshta, në mevlude kur shkojni. Sahibu Taj, e thunë që këtë mapa, do fjalë se një kuptoj asune, mapa ve rakibul burak, thot, ai që i hip burakut, pra, asaj kafshë të xheneti që i hipin, Miraj. Sahibu Taj, pronari i kurorës, në botën tjetër pejgamberi a.s. dhe ummeti i tij do kemi kuror, dhe në dersin që e mbajtëm të diellën, kaloj se çdo prind bile që ja ka mësu Kuranin fëmijës së tij, si shpërblim i leximit të Kuranit, çdo musliman do ketë ka një kuror që do shkëlqejë shumë. Mirë po ka edhe tash një mendim tjetër që do përmendim këtu. Wa rakibul buraq, wal qadib, sahibul qadib, pronari i shpatës, pejgamberi edhe shpat ka pas. Po edhe baston ka mbajt, shkop. Mas moshës 40 vjeçare, thujnë ulemat, është bukur me mbajt një mashkull, një baston. Hajde tash provë mbajnë të tof. Hajde shte, si dhe mbajsh. Unë e mbaj me lene Allah. Bile kom për krahjen e pinë shpi, thot më prejt 40 të bësh ma frek, pëse dukesh ma plak. Hazër që e në syzat erdhen, dhamët pejkën tamam, rahat. Wen naqati, do me thanë rakibul buraki, wen naqati, hypësi bi deve, pejgamberi ka përdor deve. Wa sahibul hujjati ve sultan, pronari argumentit, wa sultan dhe qashtu i fuqisë, pronari argumentit, së ne zash ngusht pejgamberin. Shka flet është argument? Sidomos kur e lexosh ilmi qelamin, kur hysh pak ma thellë e shohësh se së nxon ngusht asnjëherë me islam. Wal khatem, vula e gjithë pejgamberve. Wal alameti, alamet, shenjë. Ajo shenja. Shenja jonë është pejgamberi a.s. Sën ma prekishat. Tamam, ai për mu është shenja. Kom patash, kur hin futbalerën teren, logon e ekipës, nuk e shkel. Mashallah, sa i respekt. Kjo, pse? Apo, e ne pak për qitë qalam në për Facebooka, në për interneta. Për ne që ajo shenjë është pejgamberi a.s. Nuk e lamat, shkilet. E ndaj kujt nuk dhe e lam, po nëse duhet e ndaj jo besimtarve, që shqyqyra Allahut në këtu nuk nuhati ashtu dhe një rizik, brenda islamit kemi njerëz që janë dyshman të pejgamberit a.s. Që këto që mohojnë hadithe, ta dini, i njof këshu pingat, besojni, mo besojni, zdi, inshallah besojni, ma pak se atë zulumqar të, ma shumë se atë zulumqar të ati shteti që s'dutja përmendi emrin, që bombardon fëmijë të pafajshëm, ma shumë se aje urejnë pejgamberin a.s. Kësaj, nëse nuk i besojni, dëmashtrohena. Për çat një njeri që prek të hadithet, ta dini se është dyshmani pejgamberit a.s. Ajo është alameti jonë, shenja jonë është, loçka jonë është, efendia jonë është, veprat i kemi në hall, ama këtu nuk lanë preket. Për çat bëhen hoxhallar, për çat e në lam mundin, harxojmë vakët, pa e mendu hiç fundin e mujit, hiç. Nuk e kuptoj se ka ardhur fundi i mujit, elhamdulillah. Ma pare e kuptojsha. Se u desh të shkojmë ta marrim rrogën, elhamdulillah. Tash se kuptoj hiç, ama me intensitetin e njëjtë mundohemi. Pse mundohemi? Se ju kemi juve, elhamdulillah. E me këtë njëtë vajni gjema. Unë e kur shkelit e mezhlisi Hoxhës Besim, e mbaj gjallë vullnetin e musliman lejkit, vullnetin e hoxha lejkit, një personi që këtu. Tamam, mes qenë e stakfurullah, nuk thamë se dhe ndrojmë fen, ama një hoqë nëse së ne bën vazifen e ti, nëse së ne gjen një teren, ku dhe e qese që këtë në pazar, këtë që jemi musliman si pas neve, këtë që jemi musliman. Nëse unë me dorën time së ndëshkruj me laps, ndras, dhe një talebes të mësoj diçka, këtë që jetoj unë, këtë që jam musliman, ashtu e kemi në bindjen. Për qatë Allah ju shpërbleft, ama e ne pak ma seriosisht mundemi. E ne pak ma serios mundemi. E në une si hoq, e në ne si gjematli, e në si talebe, e në si gjithë. Pejgamberi a.s. meriton shumë ma tepër. E mos e shojmë këtë luks, njavat njerë vej, edhin, e në usos, nuk usos kur gjo.
ju lutem këtë ders që e ngjoni këtu, e në njëherë shkojnë ngjoni në shtëpi, adin, t'ju kullohet mirë aty, t'ju hyen shpirt në zemër. Nuk vesh ngjosh ders, e në pajsisht, ja gjithë kjo kamerë këtu. E në të mpajsisht, hoxho, ajo ndëkun këto derse ti ngjojmë. Të më thonë, s'ka ne kërkun që 8 vjetë në mirë në me këtë punë. 8 vjetë u bon, o gjema. Allahi në baf nasib 88 vjetë nëse mundet. Wal burhan, argumenti, vë sahibul hirawe, prap që pejgamber që është pronari i shkopit, i bastonit, vë na'lejn edhe pronari 2 na'leve. Osman lit, të kjo shalli nuk e kom unë një shall, e dini kjo një shall, këtu pak e kanë bo me syngjer, që trije maj let në kokë, se kur bëhet me shall, 4-5 metër, e në krajnë nëse kje pak të madhe, e në nëse kje shumë mint, të rëndohet kraja, po vërtet, e në mbas një 20 minutave gjysore, fillojnë të të mire në mint nga shalli, se kje një pesh aty në kokë. E tash, Osmanlit, këtu kanë një tërlek, thes që i themi neve. E kanë pas tradit nallet e pejgamberit al-Islam i kanë vizatu qëtë. E në unë e kam një shall të tilë, po se di pse s'u bo nësip sa unë të ta vesh. Tamo, që këtu nalja e pejgamberit al-Islam, nalji sherifi, nalja e nderuar, nalja e shent. Imam Nesai, duket, mos jem gabim, njëni për ulemave të famshëm, ka shkrujt misticil qitab për nallet e pejgamberit a.s. Pa qëfar dashni o kjo, pa që? Për nallet e pejgamberit shumë qitab. E në atër s'ka pas ChatGPT, as nuk ka pas internet, as WhatsApp s'ka pas. A detyru kitë libra t'i shfletoje, t'i ulumtoje, në gjejet dhana për me shkrujt liber për nallet e pejgamberit a.s. E ne dëmatemi me këto hoxalar, me këto ulema. Po ashtu nga emrat e ti, që kalon librat e vjetrajnë, el Mutawekil, ai që i mbështetet Allahut, el Mukhtar, ai që është i zgjedhur i Allahut, Muqimu Sunne, ai që e mgjall sunnetin, po do thuj hoxho zaten veprat e pejgamberit, no, ka pasën e pejgamber qerë, e në sunnetet e aty në pejgamberve ka mgjall. Bile kjo thuhet se është lutja e pranuar e Hazreti Davudit. Një dit i lutet Hazreti Davudi, ja Rabbi, Zotit i lutet, ja Rabbi, dërgoja atë pejgamber që dhe jetë në gjallës i sunnetit. I referohet pejgamberit ton të dashur, sallallahu alaihi wasallam. A i si kam gjallë sunnetet e pejgamberve qerë, ta luftoj shirkun, ti luftoj shakidet e kota, pastaj si Hazreti Ibrahimit mbajsh mjekër, ti presish thojt, ndërs qetullat pastrohesh, pa muslimanit më i vajere keqe e këshu me radh. Si kam gjallë sunnetet e pejgamberve para prak, ne kina borç ta mgjallim sunnetin e pejgamberit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Kjo sefte fillon me akide. Sefte fillon me akide, gjema. Çdo rrym tjetër që del jashtë ehli sunnetit, Hanefi, Maturidi e Shari, ta dini se është në dyshman lek me pejgamberin alayhis salam. Apo që bonin e kësho, bonin e ashto, po pakin e kësho, pakin e, do me thonë të ispaske. Me sunnetin. Taj me sinetin mund kjesh puna, ma me sunnetin e pejgamberit jo. E sinet digjini mund të bëjsh taj. Po sinet duasi, ato mund t'i bëjsh taj. Që si bojnë qytetin tonë. E në maksimumi jot mund t'jesh, i bom sunnet që aty. Qetër sunnet të i s'ki e lidhja. Tamam. Në thënë, nuk thash në bajsh mjekërën e tërlek. Ajo është shkalla e 17, 18, 19, që e dini une sa i kushtoj rëndësi kësaj e në kësaj, ama në krahasim me akiden, njeri, subhanallah, patë kanë formu shtetet e huja, fuqit e rrezikshme, vetë për të të zdru shtetin e islamit, në taj pak këtë. Taj kanë e maj rrezikshëm se direkt i esha i qetri. Si thosht taj imami nderuar të djela që lezëm Hakime Semerkandi. Ja dhe thush Kurani është i krijuar, ndë dalish komplet për i dini për e lisuneti, ja dhe thush nuk o i krijuar, do jesh halis musliman, aj që pak këndej, aj që ka më i sherrit, më i kece, aj që e mohon komplet se shkurani se fati Allahu Gjelle Gjellale. Ajo le tjetë një parim njëtët tona, gjema. Well, Muqaddes, një emër tjetër, Muqaddes, i shenjti, Muqaddes. Te ne përdoret pak si emër femror, Muqaddes, gjysheve tona ja kanë vojme, se janë të shenjta, Muqaddes, ama shif mbeti mot e gjyshet. Su ne imaginoj një vajzë 6 vjeçare, në të mvije në gjami për shemë kur isha, si e ke emnin? Su ne imaginoj
Mukaddes. Su ne imagjinoj se dit do qeshe kitë klasa. Gjyshen ma qynë mukaddes. Volës të je fmi, nip, mbes. Normal se që ato ebë në udesh të vërtejten. Ruhul Qudus, apo shpirti i shenjtë, vë ruhul hak, shpirti të vërtetës, vë shpirti i të vërtetës, ruhi i hakut, shpirti i të vërtetës, është manaja el baraklit fil injil. Në Teurat që kalon emri baraklit, këto qerët i thunë baraklit pejgamberit a.s. Çka do të thoshka? Ruhi i të vërtetës, shpirti i të vërtetës. Ndërsa, Imam Thaleb, rahimahullahu ta'ala, që e ka emrin Ahmed ibn Yahya e-Shejbani, që ka lind vitin 200, e ka vdek 291, këto kanë jetu gjema, ones nuk i dim, ka qenë nga ulemat e nahwit, nahv gramatikës arabe, thot, baraklit do thot ai që ndan të vërtetën nga e pa vërteta, njët si Hazreti Omeri. E pi kujt e mur këtë ti para Hazreti Omeri? Pi pejgamberit të ti që ishte baraklit, pra, që ndan të vërtetën nga e pa vërteta. Atër hoxho, ma modern, e në nuk dal nga kufini fetar, a mund t'jave gjallit, emnin baraklit, në shef. Edhin mos dalim komplet mo nga shinat, edhe pse me një ders nuk e të thash, jon razi njerëzit sot, Muhammed nuk mund t'ja vene gjallit emnin, se ka komplekse, amo razi baraklit biles mu mtek të para baravedin, mteket tash, këtë tash kur e lexova mu kujtu se në ders e kom thonë. E në duke dë njën i pijush ma kujtoj se baraklit qenë ka emri i pejgamberit në Injil. E në muslimani sot shumë është në gjendje të vene emna, tash e në do emna muslimanës janë qështu. I vejnë bare, për shembull, Enver, e në Anuar. Anuar është nëse ke marrë nga Facebooku atë, se ato Arab, kur e këthin në anglishte, e-jës i thunë A, v-jës i thunë W, e në Anuar bohet. E neve nuk jemi as Afrikan, as Frances, as Amerikan, te ne aj emër ka ardhë Enver, dhe arabisht është Enver. Jo Anuar. Tamam, mos kompleksohemi o loqka. Enver është originali ati emnit. Këtu mosëm preket askushi. Si dushen e Kristofer mund të kiesh emnin, për mu, ala rasi velajnë, thujnë arabat. Bujrun, dyër t'i kemi hapur, e në të zemrave, e në të mezhliseve, ama ta dim një realitet. Ta dim një realitet. Mos kompleksohemi. Aisha, s'ka Aisha emën. Nuk du të hime një tem të libri pak ka do gabime, që nuk burën nga dora jeme, ama hajr, inshallah, e në ato dhe i korrigjëm, ma herën qeter, apo. Muslimanit, pejgamberi a.s. thot, muslimanit nuk i ka hije të kafshohet nga vrima e njëjtë. Njëherë nëse unë shta i guri, e në të ka dal një gjarpën, e në të ka në gjitë, e në të ka lishu helmin, e në njëherë më nuk ulesh aty. Kështu që edhe njerë do kemi kujdes, qfar lektorësh do të zgjedhim gjatë, thuj emnin gjatë botimit të librave. Me zhlisin asër e kom kështu, në zemër, nuk e ndaj për me zhlisit tem. Tamam, për qatë me gjithë zemër kështu ja besoj librat, ama në ato gjina nuk janë razi për një pun që është ba, janë përkthy do fjalë që une nuk i kam përkthy ashtu. Une nuk i kam përkthy ashtu. Nëse e keni vërejt ato që e lexojnë librin edhe ndjekin dersin, kalon faqe 222 në gjuhën shqipe unë që e kam përkthy, Allahu Teala bëri nuzul, e ne kam lanë pikën aty ja kam vëndu. Dhe kush tjetër ka vu presja aty. Do të thot, Allahu zbret nga qielli, që ashtu diçka që s'duhen e ta kujtoj se mpreshet kitë disponimi. A mund të thot se hoxha besim, Allahu zbret nga qielli të por? As njerë që elhamdulillah. E një mund të dyshojni, hoxha besim, mashkëlla o femën, be. Atë mund të dyshojni. Si tash me operacia si ndrojnë gjinit. Atej nuk u idhnohem nëse dyshojni, sesa dyshojni se unë mund të thomë Allahu zbret nga qielli nalt të posh. Tamam? T'jemi qartë të punë. Ki gabim është trashani, ki gabim është i pa falshëm. Tamam? Pika erdhëm këtu, piqa sa i erdhëm. Ka do emna Aisha, nuk ka Aisha. Aisha është ajo, me e është në fund, Aisha. Tamam? Gjyshen tande Aisha e kanë qujtë, e në ne vajzave Aisha djave me emnin. Ska kompleks me emnat e pejgamberve, apo të sahabëve, apo sahabijeve femra. Elhamdulillah. Mariam nuk djave me emnin, Merjem është ajo, pikë.
Atër, Isa moja venim një gjallit, si dja vesh. Dhe njerë kur nervozoj, njerë i lishojnë në nervat, ama vërtet, adin kështu kur të prishet qefi, presish një dhurat, pi shumë moti e kërkojsh atë dhurat, një vetur të bukur ose një biciklet, për lojna e kom fjallën, nuk shtej në një vetur, nuk pres pi askujt, dhe një loj kështu presish babit të tablije, pi moti e presish e në tabije, po unë nuk e dojsha be këtë bicikl, më ka pra unë e kërkojsha vetur. Ose Barbie, ma ka pra një Barbie. O, mashkull jo mune. Ehli sunnet jo mune. Gjio ajo zbret pinal të posh. As kje pak të i feature, ideja se ku ndodher, ku jetojsh të i be vla. Ku jetojsh të i be. Nuk e njof njerin kusha. Nuk e njof njerin. Ama më ka ofendu, ma ka presh kit disponimin këshu. Na let i raft ka shkova. E bëjsh një pun për izat të Allah, dhe kush tjetër. Që këtu në mbaroj ki ders, në të vas tjaroj pi ku buron kjo. Ku o problemi? Problemi është se, neve hoxalarët i nënçmojmë gjema. Neve hoxalarët i nënçmojmë. Sidomos nëse ka dhe një profesion që e mendon se është më ngritur se hoxha, nuk flas për atë personin në fjalë. Nuk e njof, Allah i ndihmoft, ama mu ma ka prish kështu. Totalisht ma ka prish kështu. Së më kalan vullnet, e në njerë mo kështu, me vullnetin e parë, me atë njëtin të punoj për dhe një liber. I ka thënë ati, më falë, s'ka më falë, usos punë. Nejse, ku o problemi o leqka? Insan halli, lapsus njerit gjdo send mund t'i hike. Jemi të menqur, apo jemi njerës, e kuptojmë atë send. E ti dë njerë, kurse ti shkrujsh shoqit tënd, ku je bol o hajvan, mund t'i shkrujsh mesazh, mu gabimisht mund ma dërgojsh atë. Nëse ti dhënon mund qenë kam fëmi. Aha, ki nuk e ka për mu, ka dash shoqit vet t'ja çoje, lapsus gabimisht pa dashje ato kit falen. Ama problemet që ndodhin nga bindjet mbrenda ato lëndojnë shumë. Nesër dhe bëjmë familje, nuk du të shesmend shumë, po dhe e kuptojni. Dë njerë, mund të ta derë dhe kit çajnikin ne që i themi, të gjege, të përvloje, suni kësdisesh, grua se e dish që e bon padashje. Dë njerë, tu bo muhabet si ma mire, përdor një shprehje, dvije si me tra një vetim që aty në tru. E ne, eksplodojsh. Pse? Te ajo shprehje ti e nuhate, që e kam brenda në zemër, atë respektin e ullet ndaj teje. Apo në të fëmija është e njëta. Prind jo i gatshëm të vdese për gjalin e vetë, së një aduron një laf gjoje. Po nuk o laf gjoje ajo, e lock. Ajo buron se, të sytë e fëmis tem ka ra, ajo shentria, ajo respekti, bab e birë. Ajo të shkatron kejt. Ajo nuk regulohet ma pa edhe njerë, shumë vështirë është. E në tash të hoxha, mund ndodhet çfarë do lloj gabimi. Ama ti pse unë ku kam vëndu pik, ti e vazhdojsh me presje. Unë pik kam vëndu aty. Do me thënë, te bindja jote është se, unë jam profesori gjosh Shqipe, këto gjallarët zdin që unë edhe e korrigjoj këtë. Kjo gabim trasha Nikoloçk. Ti mund ma korrigjojsh, unë e pranoj, unë jam tetovar. Jo mundu maksimum, ama kom shumë gabime. Dë njerë një ka hik, dë njerë ajo qetra më ka hik, takvallajk e kom lonë, si me folnë kafe, takvallajk, në regulloj atë, ama jo koncepte fetare, jo terminologji fetare, se nuk jeni kërkushi të prekni aty, ku kemi studiu neve me vite. Sidomos në akide. Me këtë problem dhe balafaqohen hoxalarët, ma tutjene me xhamat, që ajo ja then shumë vullnetin hoxhës, një si ty në profesionin tanë që mund të ta theje. E ne zbesoj se mund të ndodhet dhe kuj qeter ki gabim, pa ja plas atë ftyrka, atë liber ka fytyra. Po që ne hatri, musliman, se ne ma të bot, e ne e lam këtë, ama ta dini, mund ka jetë një siklet, një gajlet, thëmë se, kjo liber, nuk o Facebook. Facebook shkujsh e fshish atë status edhe njerë, mo kërkush se mba ment. Kjo me qindra vite djetë, raftet tuja në biblioteka tuja. Faqe 222, Hoxha Besim nuk e përkthen, Allahu Teala bëri nuzul, dhe lash ashtu, ka ne do ndërhyrje qera, ama ato i falim. Gjuha siriane, s'ka gjuhë siriane. Ka gjuhë surjanije. Tamam, gjuhë surjanije, i thujmë kësaj.
që është gjua e parë e Hazreti Ademit e në këtë njerëzimit. Surianie, s'ka siriane. Gabim është i thutë siriane. Ama hajde, e më mendoj dhe kush hoxha besim së din se në Siri folet arabisht. Asaj gjuhës vjetër i thunë Surianie. Sot si i thuishin be siriatike, aramatike, që është do fjallë, unë ato nuk i di. Aramatike i vejnë ibranie, arabisht, duket siriatike është Surianie, ama jo siriane Sirisë së sotshme. S'ka gjuhë siriane, Siri folet arabisht. I tash një hoxha e fendi, kur dhe e mare, pej ta shojnë me ki gjaliri, apo ki kana calba, ala nuk kana përshujt libra, dhe thos e shkaku i gabimit të dëkuj qetër. A o fer kjo të mbohet mu? Ama këtu, shoqata, libraria që e ka botu, s'ka kur një fej, se bashke shqyrtoj me qajmë që këtë dert, ama herën qetër dhe jemi matë kujdesëm të njerëzit që i zgjedhin për lektorim. Kam has një 2-3 mezhlise, këto vlezër të dashu që na lektorojnë librat, i përqeshin mapajnë e hoxalarët se u desh pim fillim të shkoj libri shumë gabime, po një vëvla gabime gramatikore ka, gabime shkencore të lëmiz vete nuk ka. E në taj nesër dërshkuj që inshallah do një liber për lëmin tënde, do një për vetura një shkruje, do një liber për informatik, për atë, për këtë, për geografi, shkrujni gabime gramatikore, i gjuhës Shqipe, ne ti korrigjoje, nuk kemi të drejtë në të prekim pas të edhe. A kupton? Unë e t'hin diqanin tonë të në thëmë, gabimi ke rëndaj këto malin, qite këndin, në belash. Në thirën në dyqan, unë e vesh duan e bona, ka që njeri biznis 3, o gjatë dhe vesh një dyqan 3 e kom, të ma bësh një dua, e bona duan, haj për hajre në shkojmë. E në unë ty ta besova se i veç një ditre gabime nëse i kom gjuhën Shqipe. Kur i gjoma të ima prejsh akiden mu. Akide prejsh, o gje me akide. Me atë me gjinin të krasojni, sa jam i prekët e një ofendum. Nuk dojsh ata hapi këtë tema ma që. U prek njeri, erth edhe tema aty, për të shojmë ku e lam, edhe me këtë të mbarojmë dersin se mas sajmo nuk vazhdojt. I lexojshim emrat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, apo? Pa. E lam te Barakliti. Për aty do vazhdojmë inshallah në dersin tjetër, vazhdojnë ende emrat e pejgamberit alayhis salam, bile dersin tjetër do jenë që përmenden në Kur'anin Kerimin ton, e në Qade Jadi thot askujt nuk i shkojnë ndërmend se këto emra që i përmend Allahu mund të janë gjesim edhe pejgamberit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.